Kërë bën deputetët i legën, drejt për drejt. Për çfarë bondi? Kjo është detyra jote? Unë lutem ty, si drejt për drejt deputetët, se bot me Jeni s'ka kështu do me e kalu kështu. Se funksiononi si bank, funksiononi si institucion shtetëror. Shkoni aty në institutit katoliku. Shkoni deri të hiqni policisë. Ndaj mos merrni urdhra prej tyre. Sepse gjithë secili për jush ka familje. Edhe juve taksa Rama, 2200 lekë ju ka shkuar karburanti, jo vetëm qytetarëve të tjerë. Edhe juve çmimi i ushqimeve ka shkuar në ekstrem. Edhe juve i vuani këto pasoja. Pare mos u bëni mercenar. Madje është deputeti ndoshta e të konfrontohet, po, deputeti Xhelal Nziu, i cili konfrontohet me efektivët e policisë, pasi këta të fundit kanë përdorur shkopin të gomës në drejtim të protestuesve, ndoshta dhe deputetëve. Është një skenar që kemi parë, një skenë që kemi parë përgjatë, është dhe Aurel Bylybashi pranë tij. Është një skenar që ne kemi parë përgjatë disa protestave, pra nuk po respektohet më as statusi i deputetit. E pam dhe pak çaste më parë kur zoti Noka dhe